Në Universitetin e Evropës Juglindore sot janë ndarë certifikata për të punësuarit në komunën e Tetovës dhe të Gostivarit, të cilët janë trajnuar në projektin Tunik për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Sipas dekanit të Fakultetit Biznes dhe Ekonomi Nexhbi Veseli, tha se këto certifikata do të nevojiten trajnuesve për të ardhmen në vendet ku do të jenë të punësuar, si për tërheqjen e investimeve të huaja, po ashtu edhe për vetë komunat. Këto certifikata vlen sa një semestër në master dhe ata të njëjtin mund të shfrytëzojnë edhe për studime pas diplomike. Trajnimi i cili është organizuar nga Fakulteti Biznesit dhe Ekonomisë Universitetit të Evropës Juglindore, ku kandidatët janë trajnuar dhe janë përgatitur për zhvillimin ndërmarrësi dhe zhvillimin ekonomik lokal të komunave të Gostivarit, ku qëllimi i trajnimit ka qenë që të aftësohen për përpilimin e programeve, për investime, tërheqjen e investimeve të huaja, si dhe ndihmën që të japin komunitetit të biznesit, ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla, në kuadër të komunave të Gostivarit dhe komunës së Tetovës. Ky trajnim ka zgjatur 4 muaj dhe është mbajtur në Universitetin e Evropës Juglindore në bazë të projektit Tuning, ku kanë marrë pjesë rreth 30 trajnues nga komuna e Tetovës dhe Gostivarit.